Unë nuk po thëm ti pranoj këtë emër 100%, ma ne na hym debate për emër. Mirë po, na jep një të drejtën njeve me propozu. A është ky parim që ti mundesh me pajtu. Dhe ai ka thonë jo. Nëse ju nxjerrni emër, nxjerr edhe unë emër. Mirë, atëherë këtu ka mbetë situata. Pra dhe u po që çdo emër që e ka nxjerrë zoti Kurti në këtë rast ka qenë emër partijak, deputet, ministër e kështu me radhë. Amo çka ndodhi që u trimnu gjithë opozita për zgjedhje? Pra opozita që zgjedhjet ishin në 28 dhjetor u matet me zotin Kurti, e nxorri atë rezultat historik si që nxorri, pra jemi 2 muaj. Tash mundesh mi thonë ndoshta LDK-s pse në trimnu, po na si parti kështu jena parti pak për rreziqe me dash pak rreziqet. Nuk po them, nuk i kena ditë zgjedhjet. A vetë po i kthim. Ja dhënë shuplak LDK-s pa pikë nevoje. Ngom, po duam të thonë diçka. Na nuk jemi parti që i druhemi zgjedhjeve. Edhe mirë po ne nuk kemi kërkuar zgjedhje. Thash, po të kishëm dash me taktizu për zgjedhje, kishëm fol edhe me gjatë kohës së marrëveshjeve ndërkombëtare, kishim taktizuar me marrëveshje ndërkombëtare, kështu me radhë. Nuk i kemi kërkuar zgjedhjet. Mirë po, në momentin që u hub një shumicë, pra po kthena, një shumicë me 66 deputet, që nuk arrin një program të vetin me shty përpara, që nuk arrin një buxhet me bosh zhvillimor, për mua, unë kam besuar që ato kanë me qenë shtysat e zotit Kurti. Sepse qytetarët kanë votuar dhe kanë shpresa, edhe kanë kërkesa, dhe kanë nevoja reale për zhvillim, për arsim, për shëndetësi e kështu me radhë. Normale. Edhe çka ndodhi me to, krejt ato u harrun, na u kthym në një krizë, tentuam me shku me bo zgjidhje, sepse nitëm vetëm një farë përgjegjësie. Shkojmë ta bëjmë një zgjidhje edhe ne. Nëse kemi diçka që mujmë me kontribujmë. Ishte çështja e Muratit nga familja Ashari. Natyrisht që ne i tham po asaj oferte, të me thonë publike ta quaj kështu. Mirë po, pra tentuam me dhon kontributin tonë në ato që neve na takon. Na kishim kandidat tonin. Në kuptimin s'kem kandidat sepse ne 22 vota e kishim. Po na kërkon me bëni zgjidhje, po vim, jem të interesuar, te kthejmë fokusin ka qytetarët. Pse nuk u provu një opsion i opozitës? Urna? Pse nuk u provu një opsion i opozitës? Ska pas mundësi reale. Pse? Po edhe ne edhe LDK-ja edhe ne domon nuk kishim arrit me bu numrat e duhur për me zgjedhjen e president. Ndoshta kishim bind pjesën tjetër. Kujna? Vetëvendosës sa? Jo të vetëvendosës, ndoshta edhe të vetëvendosës. Po jo, bela. Ata robota nuk janë. Pra jo, 100% kur vjen puna te votimi. Çe po ta marr një shembull. Pjesa e pakicave, pra. Çe po ta marr një shembull. A erdhën amandamentet me u ndru kushtetuta? Po. Në rregulloret kuvendit shkruante e zeza në debar. Duhet me ardhë brenda 2 jave në kuvend. Erdhën mas 14 vjetëve. Mas 14 vite, pra jo 14 ditë, 14 ditë kërkon të rregulloria, 14 vjetë u vonu. Pra para 14 vjetë ju mbo qëtu. Për publikun që nuk e din, këto amandamente kushtetuese janë punu para 14 vite. Dhe në erdhën kuvend nga antarët deputet e lëvizjes vetëvendosë. Po thunë nuk janë robotik në kuptimin e vota. S'po du me gjujtë robot ata, por robotik në kuptimin e vota. E kanë rregullorën si unë gjithë ata. As kush nuk e qoj dorën me thonë, më falni bre se po më duket. Aty keni cirk, që me thonë, presidenti ja boni fore, këta ju përgjigjen forës me fore. A beson ti, tash po ta bëj një pyetje reale. Pe këtëndroj pak rolin. A beson ti që do të ketë 10, 15, 17, 18, 20 deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilit do ta votonin një kandidat të opozitës? Varet për opozitës. Për shembull, unë beson ti që deputet të lëvizjes vetëvendosje kishin me votu një kandidat të opozitës? Nëse propozimi juaj kishte qenë mjaftueshëm kreativ, sa që mi bind ose me sjell edhe zotin Kurti, që ju sjellja juve, po mas nej intervista në Vox ja prishi këtë matematikat, sikur ju sjellja juve ai me Murat Jasharin, pra, me një pikë ku ju s'kishi qarë pa ja votu. Jo, so me qarë, me qef. Okej, pra, edhe ju do të mund të sillni një kandidaturë kreative e cila pastaj refuzimi i cilës do të kishte pasoja elektorale për zotin Kurti. Po të kthej. Sikur se kishte pas pasoja elektorale për PDK-n, nëse do të kishte qenë një përfaqësues i familjes së Jasharit, cilin ju nuk do ta votoni. Çe po e kthej Leo? Çka ndodhi me çatë situatë? Pra vaja situatë na sjelli krejt neve, ku
Zoti Murat Jashari tha ju kisha lut mos folni në emër të familjes apo diçysh që shtu e parafrazoj, mos na futni në lojrat tona. Pra çfarë do të thonë? Nuk është e lehtë me gjetë brenda Kosovës njerëz të cilët e parafrojnë krejt spektrin politik. Dhe me i thonë opozitës bënu kreativ me shumë pak numra, e në onën tjetër tek i zotin Kurti me 66 numra, domethënë 66 deputet, dhe nuk qenë gjendje me propozu diçka e me kërku opozitës me qenë kreativ, mendoj që është jashtë logjikës politike që ekziston në vend. Ta shumë kësha pas qep mos më konë shoqëria apo skena politike polarizume, qatë shumë sa me vlet variante që po thuti. Po, vetëm ura, përshtypja që ju vazhdimisht po ankohi, vazhdimisht disi, atë që më thonë, ku po ankon? Jo, opozita, pra, me këta kom fjallin për PDK-n, edhe për LDK-n në radhë parë, pra ju silleni, si më thonë, po, e ka një qëndrim tjetër, do në zamë. Pra ju silleni, paka shumë, si më thonë, lule mos më prek. Do më thonë, na kena marrë qëto vota, qytetari ka vendosë qështu, pra që kjo është fuqia jonë, zoti Kurti i ka numrat, do më thonë, pa qenë gjendje që veprimet e juja me e përmbys situatat caktume, ku ka drejt, pra ku pushtetin këtë rast e qetë në një situatë palakmushme. Pra e qetë në një situatë në cilën që ajo detyra opozitës. Pra ju një silë, qësh më thonë? Po më duket jetu fol pak për 4 vjetë. Jetu i mbledh për kejt. Po më duket je pak informum, pak ma gjënë se sa që Pesh Kurtit e tek nejtë. Do në zemër po flasë për, do më thonë... Po dhe jetu fol pak për kejt opozitën që një 4-5 vjetë, që tu kam ledh. Peshet që tu kam ledh pak. Ma shumë sa që jetu fol për Pesh Kurtit. Paka shumë njët ka qenë. Po mirë dhe tash peshet që ka po të kuptoj po mundona me të kuptu. Më falë, perspektivën tonë për mujtë me të përgjigjë. E para, zgjedhjet janë realitet. Nuk është në zgjedhje me thonë, kur e merr një rezultat, me thonë që ati qka s'pe pranoj këtë rezultat. Tash, ti e të folë me një person që unë kum garu edhe kum dërtu një degë në Prishtinë, e cila ka qenë gati jo eksistente në kuptimin e votave. Edhe kum dërtu me punë me dje me qika treja... Kjo është e vërtet. Vish një minut. Kjo është e vërtet. Pra si natyrë, si personalitet, si natyrë, si karakter, unë, pse dikush e ka sot një rezultat klart, mu fare nuk më dekorajon për punën teme që ka mu me bu. Për mu, 51% Albin Kurtit sot, 51.1 që po ka që e me dhonaj. Fare nuk janë reale nesër. Ato kanë qenë reale me 28. Mo nuk janë reale. Sepse unë, ku me bo çmos, me një ofertë të re, me angazhim të ri, me gjithë shka, me rrit angazhimin teme dhe me rrit në rezultat më të mirë. Pra këtu fare nuk pajtoj me këto që ka po thu. Që ka po du me tonë është, as nuk po du muni, se as nuk arsyton, as nuk ankona fare, nuk është karakteri jeme. Që ka po du me tonë është që në pozitën ku kemi qenë ne, nuk kemi punu, nuk ka qenë angazhim joni i